Sezoni turistik në Gjirokastër ka shënuar rritje të kërkesave për apartamente me qira, kryesisht në zonën e poshtme të qytetit. Më të interesuarit sipas agjencive imobiliare janë shtetasit italian dhe polak, ku rezervimet variojnë nga 15 deri në 30 ditë. Aktualisht qiraja e një apartamenti 2+1 në këtë periudhë është rreth 30.000 lekë të reja në muaj, ndërsa ato ditore variojnë nga 30 deri në 50 euro, kjo në varësi të hapësirës dhe pozicionit. Shumica e turistëve të huaj zgjedhin apartamente me qira jo vetëm për shkak të çmimit, por edhe privatësisë. Për sa i përket vitit 2026, këtij 6 muajorshi të parë të vitit, qerat kanë qenë në rritje, por me një çmim aktualisht për apartamentet 1+1 me një vlerë 200-250.000 lekë, 20-25.000 lekë të reja, apartamentet 2+1 në vlerën 250 deri në 350 dhe 3 njështet janë një çik më pak të kërkuara si përfaqet e mëdha se kapin një vlerë rreth 50.000 lekë të reja. Faktikisht 3 muajt e parë të dimrit me fjalë nuk kishin ndonjë rritje, por për sa i përket 3 muajorshi tjetër dhe aktualisht deri tani në muajin qershor që jemi, ka patur rritje nga të huajt nga shtetas italian dhe polak, faktikisht, për sa i përket gjithmonë zyrës son. Ka patur, por me qira mujore, që do të thotë që në këto 3 muajt e tjera, sezoni bën të vetën, janë të justifikuara faktikisht deri diku, por çmimet janë çuar pak, themi të drejtën. Në këtë 3 mujorsh kanë shkuar apartamentet 1+1 në vlerën 30.000 lekë të reja deri në 35.000 lekë, 2 njështet kapin vlerën 35.000 lekë deri në 450.000 lekë dhe 3 njështet sërish kanë ngelur prapë të pakërkuara, themi të drejtën. Rezervimet kanë qenë për fatin kohor 15 ditor nga shtetas të huaj dhe 1 mujor. Ndërsa për sa i përket ditoreve, qirave ditore, qira ditore kapin një apartamentet, kapin një vlerë rreth 30-40 euro dita, në varësi të apartamenteve dhe të strukturës dhe të mënyrës se si është ai apartament, se sa luks, se sa qoftë nga vendodhja, qoftë nga investimi që është bërë. Këto apartamente ka raste kapin dhe vlerën 50 dhe në 80 euro dita, në varësi gjithmonë të apartament. Akomodimi i turistëve në pjesën e poshtme të qytetit duket se po kthehet në një konkurrencë të heshtur me pronarët e bujtinave, që operojnë pranë zonës muzeale, ku çmimi i akomodimit është më i lartë.